Përshëndetje Kevi, ç'kemi? Përshëndetje, Agronësie. Si vajti rruga nga Pogradeci? Mirë, kam ardhur që dje. Ka ardhur që dje? Mirë. Shumë mirë, shumë mirë. Unë falenderoj njëherë që pranove ftesën. Faleminderit juve. Tani ti u bëre i famshëm për atë përplasje në Këshillin Bashkiak apo jo? Nuk e pata për qëllim, po famën. Famën, po, bëre i Ndodhi. famshëm. Por në fakt ajo video ti nuk e shtyt atë. Nuk e shtyt. Pamje tashmë e tregojnë që fare se kam. Ti nuk e shtyt. Do thënë, ai ishte i pari që reagoi, më shtyu edhe pastaj. Tani, na trego pak çfarë ndodhi? Si lindi gjithçka aty? Tani besoj që pamjet janë publike. Jo, nga fillimi e kanë fjalën si ndodhi, jo vetëm ç'a ndodhi aty brenda, si lindi gjithçka. Tani ti jeton në Pogradec apo jo? Sa vjeç je? Pogradec Çorrav konkretisht, 27. Çorrav. Çorrav është fshati. Okej. Ku do jepeshin edhe kullotat. Okej, 27 vjeç. Po. Ti jeton aty. Po. Me ç'a merresh? Tani unë jetoj në Tiranë, po shkoj shumë shpesh, po thuaj se çdo fundjavë shkoj atje se momentalisht jam këtu, jam Tiranë. E kuptoj. Punoj Ke këtu, familjen familja atje? ime është atje. Ti si je i martuar? I pamartuar. I pamartuar. Ne kuptoj. Nëse i ria. Ke ko. Mos e vri mendje, mos dëgjoj këta që thon martohu se edhe unë në fakt kisha pritur edhe pak që kisha bër. Por si dhe qoftë. Kur ta ndjesh mos e vri mendje. Tamam. Kështu që Kur vi risku tani themi ne, je i pamartuar, ke lindur aty, ke jetuar aty Po. deri vonë. Deri 18 vjeç. E kuptoj. Dhe vazhdon e shkon, je i lidhur. Patjetër po. Me ç'a merresh? Po thuaj se çdo fundjavë. Unë momentalisht punoj te një qendër studimesh, mbuloj pjesën e webit, merrem me përkthime nga anglishtja përgjithsisht, redaktimet po ashtu është përgjegjësia imja. Me këtë merrem, si më thënë, po ashtu merrem me botime të vazhdueshme, pra shkruaj, jam një far kolumnisti dhe një website, edhe aty shkruaj po thuaj se çdo muaj, domethënë. Është portal lajmesh apo është Po është portal, jo tamam lajmesh, po që përgjithsisht e përdorim për shkrime, po ka edhe lajme, si më thënë. E kuptoj. Ti je i punësuar aty? Apo Nuk mund të quhet tamam i punësuar, po që kontribuojmë, si më thënë. E kuptoj. Për çka ke studiuar? Shkenca politike. Shkenca politike, kështu që të pëlqen politika, ha? Që student shumë mirë, se kam pyet pedagog të shumë, Kevi. Shumë mirë, E mbajnë të gjithë. Po tani, kështu që ti praktikisht vete shpesh aty Po. fshat apo jo? Po thuaj se çdo fundjavë jam aty. Të pëlqen? Patjetër. Edhe unë. Pogradeci, Edhe unë vdisja dhe jam fshat. Unë nuk veja. jam i lidhur me komunitetin. Unë veja në Lapardat Beratit. Jam konservator edhe besoj që komuniteti është i pazëvendësueshëm. Dhe vete shpesh. Tani na trego ç'a ndodhi? Një ditë bukur? Tani ne shkuam në këshill sepse ishte mbledhja e Këshillit Bashkiak për miratimin e vendimit për dhënien e kullotave me qira. U fol aty në fshat që do bënin kullotat, do jepeshin. Është publike, ja dihet sepse edhe kuptoj. lajmërohen banorët, unë të gjithë së bashku, pra edhe shkuam në lajmëruat? këshill. Po, Aha. u lajmëruan, shkuam në këshill, patëm diskutime. Tani më shpjego si ndodh. Ju thrasin si ju Ne thrasin. e kishim lajmërimin. Pra ne na lajmëruan. Edhe këshilltarët që Ju ishin lajmëruan çfarë, si ishte lajmërimi? Ju thanë që kullotat e fshatit do jepen një privati? Çfarë ju thanë? për këtë pjesë ne na ka vendosur në dieni një këshilltar, se për këtë gjë, nëse nuk do ishte Një këshilltar. Nëse nuk do ishte këshilltari, atëherë praktikisht ne mund mos kishim marrë vesh asgjë. Është e sigurt kjo pjesë. Okej, një këshilltar ju tha, "Ore, shikoni se do marrin kullotat dhe japin." Një miku jon, si më thënë, na lajmëroi që kjo punë pra pritet që të ketë një vendim për dhënien e kullotave të fshatit Çorrav me qira. Kështu që është mirë që ju të jeni aty dhe të parashtroni pretendimet tuaja. E kuptoj. Dhe kjo ishte pak a shumë informacioni që kemi pasur ne, prandaj edhe shkuam në këshill, paraqitëm argumentat tona, sigurisht kundërshtimet tona. Kjo ishte mbledhja e 4, sepse janë bërë 3 mbledhje para kësaj, unë isha vetëm te mbledhja e parë, po ashtu edhe te mbledhja e parë kemi pasur diskutime. Ne kishim mbledhja të qëndrime. Ju thanë se çfarë do bënin? Tani për çfarë diskutuat? hera e parë, kjo është e pa verifikuar, po flite që do ndërtoheshin panele fotovoltaike. Dhe thuaj që do vinte një investitor strategjik. Këto e kanë thënë zyrtarët e bashkisë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Këto ishin pretendimet e bashkisë herën e parë. Herën e 4, mbledhjen e 4, se unë isha mbledhjen e parë dhe të 4, dy tjerat nuk kam qenë. Mbledhjen e 4 ishte ndryshuar pretendimi dhe thuaj që kullota do të jepen në parim me qira, pra nuk do t'i marrë një investitor strategjik dhe nuk i dihet se çfarë do të bëhet.
Pra mund të bëhen panele fotovoltaike. Transparencë. Pra, s'kishte fare transparencë. Kështu që ju diskutoni. Ajo që e thash në fillim, qofse ne nuk do ishin vendosur në dieni, ato mund të ishin dhënë me qira, pra mund të ishte miratuar vendimi dhe praktikisht mund të ishin filluar punimet. Që mbledhjen e parë. Patjetër. Po punimet për çfarë? Se akoma nuk dihet. Sot dihet se për çfarë janë, për ku Kjo është hilja pra. Ende sot nuk dihet për fat keq. Pse? Sepse fillimisht aty pretendohej të jepeshin ajo që quhet bregu i lëndinave, pra kështu e quajmë lektorët e zonës, bregu i lëndinave. Tashmë, meqense pati debate, pati kundërshtime, atëherë u ndryshua kjo sipërfaqe kullote për të shkuar diku tjetër që quhet pemtore. Okay. Po pse u ndryshua? Ne nuk e dim. Pra që do me thënë këtu kemi të bëjmë me terr informativ. Mund të bëjnë çfarë duan dhe ne nuk e dim se çfarë do të ndodhë me ato prona të cilat janë përdorur nga ne. Për të kuptuar, ju praktikisht një ditë bukur lajmëroheni nga këshilltari i Këshillit Bashkiak, nga një prej tyre, thonë shikoni se duan të japin kullotat dikujt me qira, me një çmim shumë të ulët urare. Nuk e di çmimin, po me siguri që Po ishin, nuk e di sa ishin, janë 100.000 lekë në muaj, gjë e tillë për 2.000 euro në vit praktikisht. Në vit, praktikisht 200 euro në muaj. Dhe praktikisht ju shkoni në Këshillin Bashkiak dhe doni të merrni vesh se çfarë po ndodh. Dakor? Ju vini aty ata u thon, nuk u thon për çfarë. Në fillim ju thonë që janë gjithmonë me gojë, nuk ka asnjë të dokumentuar apo jo, nuk është se kishte ndonjë gjë të dokumentuar në vendimin e Këshillit Bashkiak që donin të aprovonin? Ne nuk e kemi pasur. Ju nuk e keni pasur. Ne nuk e kemi pasur. Nuk më çudit më kjo se njëjta gjë ndodh në parlament, jo më në Këshillin Bashkiak. Ne nuk e kemi pasur. Parlamenti njëjta gjë. Ata e kanë bërë një tip konsultimi, si me thënë, me banorët aty te vendi quajtur bregu i lëndinave për të marrë mendimet e banorëve, pra a janë gati këta, a janë dakord këta që t'i jepen këto kullota me qira apo jo. Ata gjithë kishin vendosur emër mbi emër firmë që jemi kundër dhe kishin frikë mos e manipulonin dokumentin dhe thoshin që jemi pro, se jemi kundër. Pra edhe këtë gjë e kanë bërë, pra kaq dim ne, si me thënë, thjesht që është bërë një konsultim, po se çfarë do bëhet, se si do bëhet, se çfarë dokumenta ka, është e ligjshme, e pa ligjshme, nuk dim asgjë. Praktikisht ata të thirrin që ti t'jepje mendim, ti vajte u futu me grusht. Nëse mua më zgjodhen banorët, jo ata. Unë isha përfaqësues i banorëve. Dgjoj, mos u vin siklet nga kjo anë se unë zihem për ditë në komisione, kështu që unë sot për shembull erdha nga një komision ku edhe unë u përplasa se po su përplasa aty nuk të lën. Kështu që mos e vri mendjen fare, je në rrugë të mbar, mos e vri mendjen. Do bësh. Jo, për sa i përket të drejtës unë nuk kam pikë dyshimi fare. Mos jam tërhequr nga kjo hiç. Themi se unë dua të kuptoj se si Këshilli Bashkiak thot mbledh Këshillin Bashkiak, mbledh edhe qytetarët. Dakor, dhe ju thot shikoni, duam t'i japim me qira dikujt, pa thënë se kujt, pa thënë se për çfarë, mbledhet 4 herë Këshilli Bashkiak dhe ju nuk dini asgjë. Tani, ajo që do të kuptoj është si filloi përplasja. Çfarë ndodhi aty? Morën mendimin ata? Si filloi përplasja mes meje dhe Po. Ata morën mendimin, çfarë? Unë mendoj që morën mendimin? Ajo ishte e stisur si përplasje, se nuk kishte arsye për përplasje. Pse? Sepse pas asaj që ndodhi dihet se çfarë thash unë, por që nuk është se u drejtova personalisht dikujt. E kuptoj. Pra si më thën, ajo fjalë unë e thash në irritime sipër, sepse të gjithë ata morën një vendim të padrejtë. Kullota është dhënë për sa 20 hektar, sa ishin? 34 hektar për 2.000 euro në vit. Kështu që 150 euro në muaj pak a shumë. 160 euro në muaj. Jo, po e bukur është që ende s'tregojnë emrin e biznesmenit që do ja japin. Hektar. Po. Nuk dihet akoma kush e ka marrë. Fare. Po kështu që mund të jetë kryetari i bashkisë për shkak. Me shumë mundësi po. Po e merr për vetë ai. Me shumë mundësi. Kryetari i bashkisë si rregull nuk para vjen në mbledhjet e Këshillit Bashkiak, me ç'm kanë thënë mua. Po pse? Se nuk jam antar i Këshillit Bashkiak. Ka punët e tij, nuk e di unë me çfarë merret, është i angazhuar. Por atë ditë kishte ardhur. Madje kjo sigurisht nuk është e sigurt, unë nuk mund ta deklaroj me përgjegjshmëri, e deklaroj me përgjegjshmëri, por jo me kompetencë. Faktin që është bërë presion ndaj antarëve të Këshillit Bashkiak. Po edhe si mund ta kuptojmë ne që është bërë presion, sepse 3 nga antarët e Këshillit Bashkiak, të cilët janë këshilltarë të Partisë Socialiste, kanë votuar kundër vendimit për dhënien e kullotave me qira. Pra, në 2 mbledhjet e para është votuar kundër. Në mbledhjen e 4, këta 3 që votuan pro, pra si më thënë ndryshuan qëndrimin e tyre. Që do të thotë, pse e ndryshuan qëndrimin? Pra, pati ndonjë arsye konkrete që këta ndryshuan qëndrimin. Pse? A kemi të bëjmë me paligjshmëri, a kemi të bëjmë me zaptim të pronave, apo dihet investimi që do bëhet, apo çfarë? Pra çfarë ndodhi?
Dhe kjo na bën ne të mendojmë se këtu kemi të bëjmë me presion, sepse përndryshe pse një njeri shumë i arsyeshëm, i cili ka marrë një vendim bazuar mbi bindjen e tij, tashmë ndryshon vendimin që ka marrë dhe jo 1 po 3. 3. I kanë për presion ose kanë dhënë lek. Teorikisht kështu i bie. Normal. Tani kthehemi tek kjo përveç skandalit që mblidhet Këshilli Bashkiak dhe merr një pronë të gjithëve të komunitetit dhe ja jep, ne në këtë pikë nuk kemi pse themi që ja jep dikujt, e marrin për vete, se për sa kohë mbajmë fshehur përfituesin e kanë marrë për vete, se pse do ta bëjmë për dikë tjetër? Pse nëse nuk them emrin, marr për vete, pse do ja jap atë? Apo s'është? Pse do të mendojmë që ja jep dikujt tjetër? Jo, ne kemi të gjithë të drejtën e Zotit të mendojmë që mund ta marrë për vete. Ne thjesht duam ta dëshmojmë. Ai është një komunitet i vogël. Po. Çfarë thuhet? Se aty do duket pastaj kush e ka marrë. Se po tani ka fjalë që thon njerëzit nëpër kafene, lart e poshtë, por që diçka të sigurt që të jetë dokumentuar nuk ka. Pra, dhe pikërisht fakti që nuk ka diçka të dokumentuar, ne na detyron të mendojmë. E kuptoj, po përveç kësaj, ti çfarë mendon kush po e merr atë? Nuk është se ka ndonjë rëndësi të madhe, ose e rëndësishme është që këta po përdorin në këndvështrimin tim. Këta po përdorin pushtetin për të zaptuar një pronë të gjithëve. Ky është thelbi, se pastaj kush e merr? Qëndrimi im, po, ky është thelbi. Ky është qëndrimi im. Domethënë, kushdo që ta marri, praktikisht është duke bërë diçka të gabuar. Vendimi është thellësisht i padrejtë. Jo gabuar, po vjedh. Po mund të themi edhe po vjedh, patjetër, edhe po vjedh. Nëse merr diçka që nuk takon, po e vjedh. Po sigurisht, edhe po e vjedh, e sigurt është, por pse nuk ka rëndësi kush e merr, ose të paktën në këtë moment nuk ka rëndësi sepse unë nuk e di me siguri kush është ai që e merr. Nëse do ta dija se është ky, do t'i thosha po, ti je hajdut sepse po merr pronën time. Që do të thotë, në momentin që unë nuk e di se kush është ai që po e merr, atëherë unë them, të gjithë ata që votojnë për dhënien e kullotave me qira janë duke bërë një akt thellësisht të padrejtë dhe i cili cënon interesat e atij komuniteti. Që do të thotë, këtë mund ta konsiderosh edhe vjedhje. Sepse përderisa nuk i përket, atëherë, jo vetëm që mund ta konsiderosh. Ti e shikon kështu. Unë mendoj që dikush që është zgjedhur që të kujdeset për gjën e përbashkët, për pronat e përbashkëta, në momentin që nuk kujdeset, por vjet në shërbim për tjetërsimin e këtyre pronave, po vjedh pronën. Që po vjedhin që nga pikpamja e Këshillit s'ka diskutim kjo, që ata e kanë keq përdorur detyrën e tyre, kjo është e sigurt. Ata po vjedhin pronën e përbashkët, nuk ka asnjë diskutim. Por çfarë po ndodh aty? Po ndodh në këndvështrimin tim, po ndodh njëjta gjë që ndodh në nivel kombëtar. Ke një pushtet që ata aq kanë lëndinën kanë se çka kanë ata atë kanë edhe ata kolektorët atë kanë. Kurse çfarë pritet resortes mund të ketë aty. Mund të bëj çdo njeri të bëj resort aty. Dakor? Atë kanë. Edi Rama bën pushteti i madh, jep porte, aeroporte, tunele, bregdetin e Shqipërisë, ai jep atë lëndinën. Atë që ka, jep, e merr për vete. Është e sigurt. E di pse? Sepse nuk i bën duar të pis njëri për një tjetër. Ata i kanë vetëm të jetë budalla, ose mendojmë që është budalla. Dhe nuk besoj se të ishte budalla nuk do ishte kryetari i bashkisë. Dakor? Është i pandershëm, kjo është tjetër gjë. Tani, të kthehemi një sekondë se këtu absurdi, dhe ajo që ndodh, ajo që po ndodhi aty, ndodh në Shqipërinë. Dakor, ti pate kur ajon për të folur, për të ngritur zërin. Dhe ç'a bëjnë tani? Vin policia dhe në vend që të merret me tjetërsimin dhe të zbuloj se kush po vjedh kullotat e fshatit, thot pritë kush e ngriti zërin këtu? Kevi, arrestoni Kevin. Kjo është çmenduri. Armik i popullit, vetëm në Shqipëri më ndodhi. Tani më trego se si është, se unë dua të di prej teje, por si është që ti të jesh në Këshillin Bashkiak, të kesh lënë punët e tua për një gjë që nuk të intereson, se ti nuk do përfitosh gjë nga kullotat ke kështu pak ti? Jo. Kishte ndonjë mundësi? Merren prindrit, po nuk kanë lidhje fare ndaj me kullotat. Ti nuk ke asnjë lloj interesi. Fare. Thjesht nisesh nga një padrejtësi që bëhet aty në vendin ku ti ke lindur, ku ke jetuar, me cilin je lidhur. Përfitoj nga fakti që ata njerëzit aty nuk është se marrin vesh shumë nga politika, nga ligjet, nga këshillet bashkiake, nga vendimet, kupton e thonë, po prisni, se nuk mund të vidhni kështu haptas. Ti del aty dhe këta ç'a bëjnë? Ta arrestojnë. Tani si është? Si është për një qytetar të thjesht? Ta arrestosh e ta çosh në Biruc. Të bësh 3 ditë burg. Më trego si ndodhi. Ti erdhe, ti ishe aty, vin policia.
Që është në kufit e marrëzisë, kjo është e qartë. Po. Se teorikisht unë s'bëra asgjë të gabuar. Madje edhe fjala me çu konsultova unë me juristët, si më thënë, me avokatët, fjala që thash unë aty, për cilën sigurisht nuk mund të jem krenar kur e deklaron publikisht. Po flasim në pikpamje etike, ti jemi etik. Nuk ka rëndësi. Si konservator etikën duhet ta kemi shumë të rëndësishme. Për mua. Ata vjedhin të vetëm pasuri që ka fshati. Ata janë hajdut. Edhe s'u bën asgjë, as sigurisht. Unë e thash edhe e them. Se përdorë fjalën legend. Nuk ndiem në faj. Unë them. Mos e vrimën një fare. Se vras, po thjesht fjala legend ndoshta është e gabuar e dal nga goja ime. Ata mund ta meritojnë. Jo, mori ti gabove se ti do të përdori një fjalë më të rëndë. Ne sigurisht nuk mund të ishim të gëzuar. Legend është kompliment, është i thuash, legend është i thuash djali keq. Dhe ishin hajdut. Ta po të vjedhin, po vjedhin vetëm me pronjë që ka fshati. Se çka ka fshati? Keni ndonjë tjetër aty? Keni ndonjë minier? S'keni. Jo atë keni. E nuk shfrytëzohen. Jo atë keni. Po. Kështu që imagjino, këta të marrin, vin policia të arrestojnë, të çojnë në burg, në Biruc. Çmenduri. Para burgim, çfarë tip Biruc ishte ajo? Se problemi është që ti ke pa ndonjë problem me ligjin. Jo më asnjëherë fare. Dhe tani një qytetar i thjeshtë për keq. Një qytetar jo me ligjin, po e marrin e fusin në Biruc. Unë kur pash dhe po diskutoni me Eraldin, kur pam ishte të vjetuar në kokë. Dhe prandaj edhe erdhi Eraldi nisa për në Korçë. Për në Korçë. Ishte çmenduri. Një qytetar në vend që ti thon, hajde më fal, ti thon çfarë shqetësimi ke ti? Pse çfarë po ndodh aty? Çfarë shqetësimi ke? Të marrin të fusin ty në Biruc. Ure ka ndodhur gjatë atyre të tjerëve, ka thirrur njërin prokuroria të kryetarit të bashkisë? Jo. Ose antar të Këshillit Bashkiak? Sa di unë, jo. Asgjë. Ndoshta për të dëshmuar, po Jo, është i viktima. Jo, për pronat jo një herë, për pronat. Nuk i ka thirrur njëri ata. Unë s'di ti ke thirrur njëri. Jo, nuk e ka thirrur apo jo, nuk e di. Vetëm unë jam aty. Tani s'ka njëri tjetër. Imagjinoni. Jo, e di pse është e rëndësishme dhe pse desha unë që ti ishe tek podcast ynë, sepse pikërisht kjo ndodh në gjithë Shqipërinë. Imagjinoni kur ndodh në parlament, kur ndodh në komisione, kur ndodh haptastu, imagjino ç'a ndodh në fshatet. Janë larg nga vëmendja. Marrin një pronë publike, e fusin në xhep, pa gjë të keqe fare. Dhe kriminali i akuzuar i bëhet ai që ngre zërin. I vetmi. Në sa fshatra të tjerë është marr kullota dhe askush s'ka thënë asgjë. Po edhe aty janë marrë disa kullota të tjera. Kishin marrë tjera. Janë marrë shumë në Pogradec. Janë marrë shumë, edhe në Çorradh, jo vetëm Pogradec, po e po. Në Guras po e po. Po në Çorradh, nga që shkoi situata deri aty ku praktikisht ekonomia po prekej direkt, sepse blegtoria duhet të ketë kullotën, se përndryshe ku do funksionoj. Pra, meqense ishin zënë gjitha këto, atëherë, si me thënë, arriti thika në palcë, hajde të reagojmë. Pra që do me thënë, është në kufit e çmendurisë kjo që po ndodh. Problemi është si do reagohet, sepse okej, edhe reagimi im ishte relativisht instiktiv. Po them nga ajo që ndodhi. Unë sigurisht jam kundër padrejtësisë, madje e kam ngritur zërin edhe vazhdoj ta ngrej zërin. Por kjo që thua është edhe konstatime dhe është i frikshëm, për fat keq, sepse këta po bëjnë gjithë këto marrëzira në Shqipëri, në qendër, në kryeqytet, atëherë paramendo se çfarë mund të bëjnë nëpër fshatra ku nuk ka zë, ku edhe opozita që duhet bënte rolin e vet, ndoshta nuk po e kryen siç duhet. Ç'a bëri opozita aty? Ka antar opozita? Opozita votoi kundër. Të paktën votoi kundër, po e ngritën zërin, thanë gjë, superplasën. Ndoshta nuk ishin bënë me kullota atë. Po diun se nuk i interesonte, pa ta janë aty për përfaqësojnë interesat e veta. Ata do të përfaqësojnë interesin e komunitetit, kështu që opozita sot në këto kushte, unë mendoj, duhet të jetë misionare. Madje nëse më lejoni, para 2 vitesh ky muhabet ndoshta kur hyte webi i Partisë Demokratike, jo Euroatlantikët, Partia Demokratike, aty thuaj thënie nga profesor doktor Sali Berisha, edhe thënia ishte kjo. Pak a shumë po e riprodhoj se se mbaj mend fiks. Misionarët nuk i ndal asgjë. Pra edhe vet zoti Berisha e di që në këto kushte që ndodhet Shqipëria nevojiten disa misionar, sepse çfarë na ka ngelur tjetër përveç se të sakrifikojmë. Përndryshe atëherë hajde të përfitojmë nga privilegjet që mund ndaj pushteti. Prandaj, për fat keq, kjo që konstaton që sapo konstatuat ju është e frikshme për mua, sepse nëse konstatohet kaq brutalisht dhe ne nuk kemi mundësi që ta përballojmë, atëherë ne i bie jemi fat keq. Dhe sigurisht që nevojitet një rezistencë kolektive për ta përballuar këtë gjë dhe unë
mund ta them me bindje që në fshat përgjithsisht të gjithë na kanë mbështetur, po edhe në qytet. Pra si me thënë, rezistenca kolektive është aty, por është e nëndeshme, është e fshehur. Pra duhet që ne ta ngrejmë këtë rezistencë e cila është e nëndeshme edhe të përballemi me këta. Sepse për ndryshe atëherë mundet që ti jem vetëm unë si heroi vetë shpallur edhe të përballem me ata, ndërkohë që kjo do ishte vetvrasëse. Sigurisht, unë jam i gatshëm të qëndroj të drejtës, patjetër. S'bëj lëshimet e drejta dhe të parimet e mia, po jo me heroizma të marra. Pra, Tani, në gjykimin tim. Në fakt, ajo që unë dua të kuptoj, ti u bëre pishmend në një moment, sidomos kur e pe veten në qeli the wow. Mos më nuk u bëra pishmend për të drejtë. Jo. Atje u bëra pishmend në kuptimin ore the, po mua ç'mu desh. E përjetova shumë rënd. Të po them unë. Kjo është e sigurt, nuk e fsheh dot. Arrin një moment këto këta po mua ç'mu desh. Unë jetoj në Tiranë. Unë me kullotën nuk kam. Vi këtu dhe përplasem me këta, më marrin më fuzin mbi rrugë. Po mua ç'300 mu deshit më. E di pse ta them këtë. Se është një pyetje që bie vetë çdo ditë unë. E kupton? Do të kuptoj nëse edhe ty nuk e mbaj mend, të vjen në mendje. Të drejtën mos jemi pa vërtet ose i pa sinqert, nuk e mbaj mend ta e kam thënë këtë apo jo, por jo nëse ke menduar. Psikologjikisht u trondita, kjo është e sigurt. E kam fjalën që e mendove një gjë të tillë, ose sa gjëra kam menduar, vetëm më shkonte mendja kurrë. Mendova gjëra që mund të kisha 20 vite pa i kujtuar, atje i kujtova të gjitha, se ishte. Do të thënë ishte realisht shumë e rëndë, sigurisht. Se unë e pash që ishe shumë i tronditur, sidomos kur të nxorën. Ditën tjetër që të nxorën, të pash ishe shumë i tronditur. Isha pak, po më duket se edhe ata gazetarët kishin shkruar diçka kështu si e kishin futur kot. Mendoj unë. Si zakonisht. E sigurt është e punë. Jo, unë po flas. Ishte një nga shkrimet e portaleve ishte shpërthen në lot Kevi Muçllari. Unë nuk di të kem qarë. Jo. Po edhe sikur është diçka normale. Jo, e vërtet është kjo. Ata thjesht e bëjnë për klikime, mos ashtu. Po unë po ta them, unë nuk ta thash se lexova portalet, unë në përgjithësi. Jo, po unë në përgjithësi unë pash videon. Edhe pash një njerëz që ishte i tronditur, është më se normale. Unë do të çuditesha nëse ti nuk kishe qenë i tronditur nga një eksperiencë e tillë. Se të marrin tani nga salla e këshillit bashkia, ku ti po proteston për një të drejtë, të vën prangat, të jepin në furgon, e ta gjesh veten pastaj në një qeli, dakord, edhe thua shpritani do dalun, po se mase nuk do dilje, se këta janë të papar. Po mua kështu që unë ishte për mua, unë do çuditesha nëse ti do tronditeshe. Unë u trondita për ty. Imagjino ti që e përjetove këtë gjë. Dhe ishte i qartë që ti kur dole nga aty ishe i tronditur. Dhe normal që ishe i tronditur. Tani, çështja është këtu. Selbi është, si o t'ja bëjmë? Kupton, cila është zgjidhja? Se nëse ti ngre zërin dhe në fakt do të pyesa, ka patur solidaritet? Po. Të paktën nga fshati. Ka patur? Këta njerëz, unë ndjem pak në fakt që nuk ishin me ty krateja aty. Nëse na ndjekin ata, unë gjej rastin edhe ti falenderoj se ata merren në mbrëmje në shtëpi. Një pjesë e madhe banorëve të fshatit kanë ardhur në shtëpi, si më thënë, u solidarizuan me mua. E qartë. Për më tepër që u bë edhe protesta. Pra të gjithë edhe ditën tjetër të gjithë më përgëzonin, në pothuajse 90% e fshatit më përgëzonin për atë që bëra. Madje edhe në qytet. Edhe policët thoshin halal qoftë. Edhe policët ishin me ty. Patjetër. Ata që nuk e arrestuan. Po se çfarë do bënin ata? Jo, ata që arrestuan, ose ata që arrestuan, nuk është se ata morën urdhër apo jo? Me urdhër patjetër. Si nuk është se vendosi policia të arrestojmë. Morën telefon i thanë, "Shiko." Të montuara. Pan videon, tha ç'është kjo punë që një qytetar vete dhe ngre zërin, se ma thon mua në parlament, ç'a bën ngre zërin këtu. Kupton? Po vidhni, unë mos ngre zërin. Se ma thon dhe mua, janë të çuditshëm, ë? Duan të vjedhin dhe ta mbyllin dhe gojën. Sot ç'a ngre zërin ti këtu në kuvend. Po ç'a të bëjmë? Unë e diskutoj shpesh nëse më lejon se ajo çfarë ka bërë Edi Rama për fat keq, mund ta kenë bërë edhe të tjerët, po ky e ka çuar në ekstrem logjikën. Ky ka shkatëruar standardin e një mendje normale, që do të thotë, dikush që vjedh duhet quajtur hajdut. Tani Edi Rama pas çdo vjedhje ose mega vjedhje del në deklaratë publike edhe shpik një teori të re. Edhe sipas teorisë së Edi Ramës që s'është dëgjuar ndonjëherë nëpër botë, ai që vjedh nuk është hajdut. Pra kjo është teoria që ka shpikur Edi Rama, që do me thënë, kjo jo vetëm që është teori e rrejshme, po kjo shkatëron edhe standardin për një shoqëri normale, shkatëron standardin për një mendje normale.
për dikë i cili është i përfshirë në sferën publike, domethënë që nëse ti vjet të thotë që ti je hajdut. Dhe sot ne jemi në dyshime si shoqëri, për fat keq, ndoshta edhe ata që konsiderohen intelektual, që janë rrjedhitur me krahun e pushtetit, jemi në këto kushte kur praktikisht ne nuk arrim ta ndajmë dot të mirën nga e keqja, hajdutin nga të ndershmi, sepse ka shkatëruar standardin ose modelin e gjykimit. Dhe kjo është fatkeqësi e madhe. Kështu që është dakord me ty. Shiko, jo vetëm kaq, unë më ndodh shpesh nëse ke më re, dalë në debate televizive dhe një pjesë e mirë janë me hajdutën. Këta dhe arrin në pikën që them vën dyshim veten time, mos e kam unë gabim. Se këta janë gjithë hajdutët, mos është normale që të shfallësh si pralla e mbretit ministrin investitor strategjik, mos është normale. Kupton se ata të gjithë thonë, se çka ka të keqe. Çmenduria isha në një debat me një nga këta, se tani s'dalin më këta, s'flasin më fare. Më tha, dhe po thosha unë, Edi Rama po bën çfarë do qefi. Vendos kush do ndërtoj, sa do ndërtoj, ku do ndërtoj, kush do marri pronën, kush do marri pronën. Se kjo pa gjë të keqe, tha, po më befasoj, tha, po më normale, shkoj ministër ai. Kupton? Unë ti je kryeministër, do të bësh çfarë duash. Po patjetër. Të jesh kryeministër do thotë të zbatosh ligjin. Ti je kryeministër dhe do zbatosh ligjin, jo të bësh çfarë të duash. Po. Dhe kjo është keq kuptimi, po hajde shpjegoj anë. Dhe ka dhe një problem tjetër shumë të madh. Unë kam jetuar jashtë, nuk e di nëse ti ke jetuar jashtë. Ke jetuar jashtë? Unë kam qenë student një periudhë me lëvizje në Itali. Në Itali ku ke qenë? Napoli. Në Napoli, është shumë mirë. Do të vete për një 2 javë në Napoli, se kam një miku im ka dasur në Napoli. Po thosha, dhe çfarë ndodh? Unë duke ardhur nga perëndimi, unë kam jetuar shumë jashtë dhe kuptohet që unë perëndimin kam si shembull. Dhe shumë gjëra mua më duken të çuditshme, nuk më duken normale, por është e vështirë që të shpjegosh një pjesë të elektoratit që çfarë ndodh në Shqipëri, nuk është normale. Po. Kupton? Se kam parë gjithmonë këtë normalitet. Po. Është normalitet për ata që kush ka pushtetin do përfitojë nga pushteti. Kush kryetar bashkie do pasurohet, është normale. Unë nuk e di në fshatin tënd, por në shumë fshatra kryetari i bashkisë ka shtëpinë më mirë. Po patjetër. Është më i pasur i fshatit. Kryetari i komunës, i bashkisë. Po, i komunës kur theti, ai i bashkisë ai është mbret. Madje një pjesë e kryetarëve të komunave janë bërë biznesmenë. Po normale që po pa gjithë keq fare, ti vete në fshat, hedh një sy, shtëpinë më të bukur. S'ke nevojë të pyesësh njëri a është shtëpi e kryetarit të bashkisë ose kryetarit të komunës, apo s'është. Ashtu është. Kupton? Edhe qytetarët thonë nuk kanë kohë njëri, haptas. Më kupton? Po në fakt që ndodh për ditë edhe në parlament, por aty bie më shumë në sy. Tani çështja është që si t'ju shpjegojmë, dhe unë realisht kam vështirësi në këtë gjë. Si t'ju shpjegojmë njerëzve dhe votuesve që kjo nuk është normale. Nuk është normale një gjë e tillë që duhet të reagojmë. Tani jemi në pikën ti e ke parë vet. Tani spaku s'do merret me kryetarin e bashkisë. Por po merret me çështje të mëdha. Pa gjë të keqe fare thonë. Po mirë tani. Kam vjedhur, le të vazhdojnë hetimet, kur të vi vendimi i formës së prerë, do presim në një 4 vjet a 5 vjet. Ndërkohë le të vazhdojnë vjedhin këta. Ky është, por sidoqoftë, mendoj që ti pe ke një çështje shumë të rëndësishme. Ne themi opozita dhe kjo ushqet pak edhe nga majoranca, që fajna ka opozita. Pajtohem këto. Por ka një gjë që është e pashmangshme. Alternativa. Njerëzit duan alternativë. Dhe ti the, duhet një alternativë, duhet opozitë. Po opozita duhet të besueshme. Se tani dreqit ta marri, nuk mund të jesh i besueshëm nëse ke 35 vjet në politikë dhe i ke patur të gjitha rolet. Nuk mundesh. Duhet të jesh e besueshme. Unë nuk fundi ata këshilltarët e opozitës në fshatin tuaj, që ata shikojnë që ndodh lart. Ata gjojnë lart që deputeti merr tendera, deputeti merr përfitime, thotë po mirë, se unë te mua ka mbetur, kupton pse mos përfitet edhe unë në një gjë, kupton, janë totalisht demotivuar. Dhe ata kërkojnë të përfitojnë në një gjë të vogël aty në fshatin e tyre. Po është ndrua partia në parti privilegjesh dhe parti biznesmenësh, patjetër që. Kështu është. Është e sigurt. Kështu është. Ne tani kemi të bëjmë, jemi në një situatë ku menaxhojnë interesa vetëm. Thjesht secili shikon punën e vet, janë gjithë bashkë. Sepse e kam thënë edhe herë tjetër, edhe sinqerisht e di që do më mirë kuptosh.
ti je një nga biznesmenët më të suksesshëm në Shqipëri. Dhe shumë ke hyrë në politikë, dakord. Po ne biznesmenët tanë kanë hyrë në politikë, biznesmenët. Politikanët tanë kanë hyrë në politikë edhe janë bërë biznesmen. Kjo është çmenduri. Nuk ka raste në botë që hysh në politikë edhe të përfundosh në biznes ti je i suksesshëm. Ti e ke pasion politikën me sa shoh. E ke patur pasion. E kam pasur. Edhe familjarisht. E ke bërë gabimin që kam bërë unë që të hysh politikë. Jo, shaka nuk është gabim. Por që me themi se u kisha një dilemë shumë të madhe në fakt kur, por nuk jam bërë pishmend që kam hyrë në Partinë Demokratike sepse kam bërë betejën time brenda Partisë Demokratike që të ndryshonim Shqipërinë, ndryshonim një Partinë Demokratike e pastaj Shqipërinë. Dhe u rrëmbeva pak, thënë vërtetën. Por sidoqoftë, unë kam patur gjithmonë pasion politik. Ti ke patur? Do shkoje te e djathta. Normale, se ku do veja. Ose do kryej një parti nga Içi, dihet që me vështirësi të jashtëzakonshme, sa shanse kisha unë vetëm unë të bëj një parti dhe të ndryshoja Shqipërinë. Imagjino, do të ishe pak i çmendur. Kupton se hajse di që Partia Demokratike nuk është perfekte, po do mundohem që aty brenda asaj Partie Demokratike të bëjmë një grup njerëzish kanë vizion perëndimor, janë ndryshe dhe duan ndryshimin. Ti e marr ndjenjën me politikë? Merrem deri diku. Merr. Tani kjo që ke bërë ti politikë me studimin e politikës, po edhe me politikë jam marr, pothuajse kam qenë gjithmonë i përshirë, absolutisht. Nëse po thosha që unë kam patur gjithmonë pasion politikën. Qiri. Dhe kisha një gjë ama që mendoja, tani ne të gjithë jemi vim nga Içi. Po. Gjithë. Po. Dhe thash, po vjen para se të merrem me politikë njëherë rregulloj një punë të mia. Pastaj të them hajse po rregulloj punë të tjerëve. Një dhe dyta, duhet të kesh një pavarësi ekonomike dhe financiare njëherë. Përveç se tregosh një që je aft, duhet të kesh edhe që mos të varesh nga askush, se nëse ti nuk je në gjendje të mbyllësh muajin për veten dhe për familjen tënde, keq më vjen ta them se në mënyrë ideale duhet jetë edhe ai që nuk ka mundësi të ketë të merret me politikë. Por ky është arsyetimi që bëra unë. Dhe kur ti hyn në parlament, okay, edhe ta të etiketojnë ti të vish nga biznesi sikur është ndonjë turp. Kupton, biznesmen, deputeti i biznesmen. Sikur është turp, s'kam bërë ndonjë turp. Jo, nuk është fare turp. Ka një gjë në momentin që un jam 1 në 100 ku 99 jam bërë biznesmen pas politikës, ai qytetari thjesht thot biznesmen këta, biznesmen ky. Ai se bën dallimin ose rrezikon mos ta bëj dallimin. Po. Më kupton, më ndodh shpesh për shembull shkruaj bën për të qeshur. Për shembull te komente thot po ti biznesmen ku i bëre parat. Tani unë çfarë do të tregoj bilancin çdo herë që dal, por me të drejtë se ka një paragjykim ndaj unë nëse më lejon un kam qëndrimin tim në raport me biznesmen, jo biznesmen s'ka pikë rëndësie. E kuptoj. Ka rëndësi në pikpamje personale dhe politike sepse krijon pavarësi ekonomike që është shumë e rëndësishme, sepse nëse nuk ke pavarësi ekonomike ka gjasa që të jesh i varur ekonomikisht, pra antipodi ky është. Por për mendimin tim, biznesmen jo biznesmen nuk ka pikë rëndësie, jemi në politik, po supozojmë. Dhe çfarë do bëjmë kur jemi në politik? Ky është qëndrimi im që unë edhe e kam të shkruar, edhe përgjithsisht këto tezat e mia i kam ngritur për të rregulluar opozitën në tërësi, po gjithsesi s'ka rëndësi kjo. Që do të thotë, përderisa je në politikë, atëherë politika është publike. Dhe përderisa është publike, atëherë po flasim për halle dhe problematika të qytetarëve shqiptar. Që do të thënë, kushti domosdoshëm në politikë është që të artikulosh teza me karakter publik, të cilat shqetësojnë njerëzit, të kesh një ekip të besueshëm, që e deklarove edhe vetë që është po aq e vërtet, dhe të kesh një projekt i cili të synoj vazhdimsinë. Pra, janë disa elemente në gjykimin tim të domosdoshme, të kesh projektin, të kesh njerëzit të cilët janë të besueshëm dhe janë të gatshëm të qëndrojnë projektit, dhe po ashtu të kesh tezat e tua. Pra, jam i djathtë, po unë po artikuloj tezat e mia të djathta në raport me çdo gjë lidhur me shoqërinë shqiptare, sepse ne jemi në një moment kur realisht ne na duhet të bëjmë politik, jo biznes. Biznesmeni ka për qëllim të fitojë, është e sigurt sepse ajo është logjika e biznesit. Po shqyrë. Por politikani jo shqyrë. Se duke kërkuar fitimin, krijon vende pune, zhvillon ekonominë. Patjetër, është gjë e mirë, nuk është gjë e keq, është gjë e mirë, por ky është biznesmeni, që do të thotë politikani duhet të ketë logjik tjetër, nëse është në publik. Domethënë ka projektin e vet, tezat e veta, njerëzit e vet dhe duhet i qëndrojë asaj që ai beson. Dhe gjithmonë të jetë i sinqert me veten dhe me shoqërinë, dhe të mos jetë kontradiktor. Për fat të keq që sot një pjesë e opozitës, jo ju. Një pjesë e opozitës e ka këtë gjë. Prandaj edhe njerëzit
shkojnë votojnë pushtetin, sepse ndonjëherë thuhet që votat vidhen. Vidhen është e vërtet, po ka disa që nuk e votojnë opozitën. Për shembull, unë ndoshta e shoh për veten time skandaloze që nuk dalë të protestoj për opozitën, cila do qoftë. Në këtë moment, meqense nuk jam i pozicionuar, po them, unë duhet isha në shesh. Po pse s'del ti në shesh për shembull? Po s'dal se nuk i besoj. Nuk i beson, në qartë. Është thelbi. Pra, duhet që opozita të jetë e besueshme dhe të bëj politik. Domethënë, ajo që është e vërteta e shoqërisë, momentalisht të jetë e vërteta e një force politike dhe të qëndrojë të vërtetës së saj. E qartë. Vetëm kështu mund të ketë sukses në gjykimin tim. Tani një gjë se ti vajte në kur të arrestuan ty? Ditën e mbledhjes. Jo, në çor. Tetor. Në mëngjes. Jo, në dark. Të arrestuan në darkë, ty të arrestuan. Mbas mbledhjes, deri në orën 3 ndoshta ishte mbledhja. Kur u përplasët ju? Kur ngritë zërin ti në sallën e? Në orën 1 fillonte mbledhja. Okej, në një, okej. Në orën nuk e di, në 2:30. Okej, ti u përplasët aty, u shtyt pak. E ka vajt policia pas 2 orësh. Një sekond. Apo ja. Prit. Jo shkova vetë në polici unë. Sepse mua mori shefi në celular. Më mori i plot fuqishëm, si quhet. Kjo fjala i plot fuqishëm kujton. Kështu përdor. Para 90-s, po nejse. Kështu që në orën 1 ishte këshilli i bashkiak. Ju nga ora 2 u diskutuat, u ndez diskutimi. I keti pastaj ç'a ndodhi aty? Ju ndan aty apo jo? Po unë shkova te terminali, do nisesha për Tiranë, isha për të ardhur për Tiranë. E kuptoj. Po që aty më merr në celular kryeplaku që e kishte marrë në celular i plot fuqishëm. Edhe më thanë që duhet paraqitesh në komisariat. Tha hajde në komisariat. Po. Ku në komisariat? Në Pogradec? Po Pogradec. Ti vajte në Pogradec? Po. Dhe ç'a thanë aty? Pastaj aty sa ishte deklarat. Sa ishte ora? Pak a shumë. 4 ndoshta. Dhe ç'a thanë? Thash deklarat edhe më çuan te dhoma e shoqërimit, do presësh këtu, tha. Se pastaj shkova te oficeri i policisë gjyqësore. Ç'a tha? Ai më tha që akuzohesh për dhunim për shkak të detyrës, rrezikon 3 deri në 5 vite burg. Kjo ishte çmenduria pastaj. Kjo ishte tronditja realisht aty. Kjo ishte normale. 3 deri në 5 vite. 3 deri në 5 vite burg për shkak të detyrës. Ti aty kthe bo ç'mundesh mua, këta janë ajdut, kot që merrem, këta janë gjithë bashkë. Ë? Patjetër. Okej, pastaj erdhi ndonjë avokat, lejuan një të afër, erdhi avokati yt. Ishte një avokat, pastaj erdhi avokati tjetër, erdhi. Po ishte një i njohur i jon, si më thën, pastaj erdhi avokati tjetër që është shoku jon. Të qetësoj ai tha që mos e vëmendjen se këto janë thjesht kërcënime. Jo, ka ardhur ditën tjetër pasi isha burgosur unë. Të nesërmen. Atë ditë s'erdhi asnjë. Ti isha ndete në Pogradec apo transferuar? Jo, ky që u takovan para burgim. Po të dinë se njëti apo i njëjtë? Po e njihja nga larg, nuk është se e njeh personalisht. Ai më tha, hiç mos bëj asnjë deklarat. Më tha pastaj që nuk e për të bërë burg, mos ki merak. Ta tha, qetësoj pak. Detyrim paraqitje, okay, në rregull. Po kurse ishte nga mendja aty 3 deri në 5, ti ndërkohë 3 deri në 5, 3 deri në 5. Është e frikshme, ishte më thënë drejt. Normalisht e frikshme. Të mendosh 3 deri në 5 vite burg është. Për çfarë? Se kishe ngritur zërin se po vidheshin pronat e fshatit. Është pa fytyrësi, po unë e kam thënë edhe herë të tjera që kjo që më bën mua është poshtërsi. Edhe të paktën njeriu nuk duhet ja bëj njeriu këtë gjë, po. Nga që nuk bëjnë politik, bëjnë një qartë. Të çon Korç pastaj. Po. Pastaj vajti Eran ti kur vajte të nesërmen apo? Jo, të nesërmen, po, të nesërmen. E mora vesh pasi dola. Të mbajtën isha asnjë lloj kontakti fare. 3 ditë të mbajtën apo? 3 ditë të mbajtën? 3 ditë. 3 ditë në qeli? 3 ditë. Pa dal fare. Thjesht e the u the legjenda. Me avokat. Po ta ç'a janë? Jo, ashtu jam. Kjo është më rënda pra sepse mbledhjet e Këshillit Bashkiak janë të hapura. E kuptoj. Që do të thotë që kushdo shkon aty mirë pritet. Ky është mbledhja e Këshillit Bashkiak të hapur. E kuptoj. Dhe tek videoja ka diçka interesante, se kemi thotë nuk është tek. Tekën ja tha kryetari i bashkisë. Kryetari i bashkisë e provokoi Kevin. Jo, ju po e bëni për tek tha. Ka drejtë Eraldi. Edhe tha, jo, s'është tek tha, ne kemi pretendimin ton dhe ju jeni legenda paseu tha. Edhe ata pastaj thjesht u irrituan, u çuaj tjetri nga vendi, u çuaj antari i Këshillit Bashkiak nga vendi. Nuk lëvizi Kevi dhe pastaj dhe merren dash kjo që nëse policia do mendonte se kemi të bëjmë me një akuzë, do e bënte aty, se polici kishte aty. Kishte polic, ka gjithmonë policë në mbledhje Këshillit Bashkiak që e ruajnë. Dhe ta bën pas disa orësh apo ja. Po,
Dikush e mori në telefon. Edhe të montuar pas. Do ketë marrë Kryetari i bashkisë diet. Kryetari i bashkisë, shefin e komisariatit. I madhi fare. E ka marrë kryetari i bashkisë, ka thënë arrestoni Ishte pak atë se vetëm për ta bërë Ti ka emrin shembull. kryetari i bashkisë? Ilir Xhakolli. Ilir Xhakolli. Po. Ky ka vjedhur atë. Ka vjedhur, ç'kemi atë. Ky është legeni. Krye legeni i bie. Ë? Po minimalisht krye legen. Do thosha krye i dut. Po për të qendruar Është e sigurt. Kjo është e sigurt. Krye i dut. Se përderisa bën atë gjë që janë hajdut s'ka diskutim. E bukur është kjo që vendimi që detyroi Këshillin Bashkiak për 34.6 hektarë që e kemi këtu. Ky thot për tokën që mund të jepet me qira, që do të thotë që mendim që mund të jepet, edhe mund të japet mos ta japet. tani këta e hoqën nga harta dhe vendos kryetari i bashkisë kujt ta japi kur dojë. Shikoni se kanë bërë. Çfarë skandali është? Kështu që Këshilli ka vendosur që kjo tokë të jepet me qira pa e thënë kujt. Dhe kryetari i bashkisë vendos se kujt do ta japi. Kujt do të japi? Të japi kujt doj. Kjo është Por skandale. do ketë një garë apo Jo, çfarë gare, vendos ai dhe pa thënë as destinacionin çfarë do jetë. Dhe më e bukur është se banorët, blegtorët e kanë kërkuar ta marrin me qira kullotën, ëh. Dhe nëse kjo kullot mund të jepet për 2000 euro, ata kanë qenë të gatshëm të paguanin 2000 euro. Kështu që kemi të bëjmë me hajdutëri, kjo është e sigurt. Patjetër. tallesh ti ke do të jepte banorëve, çfarë po thonë? Edhe marri për vete. Në 30 hektar. 30 hektar tani ky ta them unë, është e sigurt. Ky tani do gjejnë ndonjëri kujt t'ia hapi, për çfarë mund të shfrytëzojë Bëj biznes. Ai edhe ata e kam thënë edhe herë të tjera. Që ajo tokë është e çorrat. Po, nga biznesi ka ardhur. Biznes, ë? Nga biznes. Edhe nga dogana. Nga dogana. Është nga ta ndesh me doganave. Ë? Nona për atë punë. Tani do të thënë edhe një gjë tjetër, se folëm për shembullin. Se kush do të çohet, çdo të çohet. Rasti i kemi është pikërisht kjo, pra që ti edhe kur e shikon që shumica mund të kesh kundër, por nëse ke të drejtë do të çohesh, të flasësh. Po. Dhe ai vendimi i gjykatës ishte një fitore e madhe. Po. Sepse vendosi që ky arrestimi ishte totalisht i palishëm, me akuza të fabrikuara. Që do të thotë që çdo qytetar nesër që shikon një padrejtësi, mund të çohet të protestojë. Sepse thotë që kjo që nga një e drejtë. Nuk jam kaq ti reali gjithmonë shumë optimist. Shumë pozitiv. Unë mora si shembull. Jo, unë shoh të kundërtën. Po që u bë shembull patjetër, u bë shembull. Unë shoh të kundërtën. Ky ishte një mesazh për të gjithë të tjerët. Se ata mund ta linin Kevin, se Kevin nuk bëri ndonjë gjë, ata e panë që s'kishte shans që ta mbanin, se që do prokurori dhe gjykatësi do vendoste lirimin e Kevin. Ky ishte një mesazh për të gjithë të tjerët. Që do të thotë se ishte ere dy që ndodhte dhe në Vlorë që u fut njëri, ai përdori një fjalor akoma më të rënd. Se nga Vlora ai, ke parasysh, ju nga Pogradeci deri te Legena vjen. Kurse Vlora ai hapi kraun. Ta çoni për jashtë. Aty në Vlorë nuk i bën gjë ama. Pikërisht. Dhe po hapi thon, prito se na vun përpara këta. Kush janë këta që guxojnë e ngrihen dhe thon flasin për padrejtësitë. Dakor? Dhe duhet dhënë një mesazh, kthej tutje, kush guxon do arrestohet. Njerëzit kjo kanë mbetur në mendje. Arrestimi. Kush ngriti zërin duhet arrestohet. Është siç bëjmë me protestuesit. Gjë e parë që bëjnë çdo që ka një protest, dolëm ne që bëjmë një protestë. Gjë e parë që bëjnë ton na proceduan 6 vet, po. Çfarë proceduan? Si ishte procedimi, ishte kod. Kot, se s'ka asgjë. Më mirë telefon thosh shiko asgjë. Është thjesht që të dali lajmi tek media, tek portalet e tyre. Një portal e kishte përthyer edhe në anglisht. Ishte shkuar. Ishte çmendori. Ishte mëdharmisht. Procedohet agronshej, kupton kaq. Që lexon ndonjë andej thot iku çka ka bër. Kupton? Për çfarë se bajtëm një deklarat për shtyp përpara kryeministrisë, kërkonim që nuk e di na ndoj çapo ajo që të Rama të dorëzonte Belinda Balluku. Ky është nuk do në vlerësuar. Prandaj por qartësisht nuk mund të bëjnë asgjë. Duhet unë si opozitar, si parti opozitare. Kur pam atë kuptohet ishte ne nuk jemi kaq të organizuar, ne s'kemi një strukturë, ne mezi kemi në Pogradec, jo më ta kemi në çdo fshat, po jemi duke punuar. Por ajo që do doja realisht është unë do doja që kishte më shumë si puna jote. Më shumë që të ngrinin zërin dhe nëse munden ne do jemi nëse na shkruajnë, jo vetëm do i ftojmë në këtë podcast siç bëm me ty, por do vim edhe aty ku janë, se këto janë padrejtësi të jashtëzakonshme, janë haptas. Ne shqyqyr zotit nuk kemi këshilltar të shitur në për këshillë bashkiake, se duke mos patur fare, i bigi s'kemi as të shitur. Kupton, jemi
Po. Se na thot dot Patjetër, një po, gjë, po. se nesër pastaj do kemi këshilltar dhe do i Ktu kërkojmë janë fal. dy anë. Dhe nesër do i kërkojmë llogari këshilltarëve Po patjetër, po. të ngrënë këto çështje. Patjetër. Kështu që kush dëshiron, se unë e di që ka padrejtësi pafund si punë kësaj që shpjegove ti dhe që tregove ti, të na kontaktojnë, të na shkruajnë, sepse duhet të fillojmë të flasim. Fjala, ore, është shumë e rëndësishme. Fjala, ore, s'kemi çfarë do na bëjnë. Çfarë do na bëjnë? Ka njerëz që nuk kanë duhet të flasim. Duhet të flasim, është shumë e rëndësishme, sepse ata janë të organizuar. Këtë duhet të bëjmë. Atëherë tani e konfirmove edhe Raldi, se që duhet flasim. Edhe është e sigurt që këta do synojnë të na godasin, se Me qëra fjala ty të kontaktuan, të ofruan ndonjë gjë se këta këtë bëjnë pastaj, të kërcënuan, të kontaktuar më. Aty lokalisht paktën me njohin mua. Po, ky është i çmendur thon. Jo i çmendur, po ka shumë nuk ka dalë emri për marrëveshje. Jo, e kanë fjalën, e kanë fjalën të kanë kontaktuar, të kanë fare, të kanë injoruar. Injorojnë atë se si bën me mua. Mos u bëni më atë se ishte i çmendur. Ne njihemi aty përgjithë, jemi qytet i vogël dhe e njohim njëri tjetrin. Madje edhe ata u atakuan nga të vetët, po si s'pa të turp që e bët atë. Edhe ata të vetët po ja u thoshin njëjtën fjalë, po. Si s'pa të turp që nuk shkonte ajo punë. Domethënë, konfirmohet Eraldi, pra këta nuk kanë çfarë të na bëjnë, atëherë të ndërtohet modeli, ajo që thash në fillim. Dhe sigurisht puna juaj është për tu përgëzuar. Pra, qytetarët aty janë. Sigurisht një pjesë ndoshta janë të kapur, jo po asistenca, jo po babi, jo po mami në punë. Ama është një masë e madhe njerëzish të cilët presin realisht një forcë e cila do të shndrohet në alternativë të besueshme dhe nuk kanë çfarë të na bëjnë. Fare. Pra ne kemi për detyrë që të flasim dhe të reagojmë. Edhe mundësisht të jetë edhe projekti, pra siç po bëni edhe ju. Edhe unë e gjykoj shumë të rëndësishme këtë që po bëni ju, sepse nëse ne jemi në këto kushte kur ky i konsideruar i regjim po bëhet represiv, atëherë ne na duhet edhe një pol tjetër që ta balancojë. Pol i besueshëm i cili t'ju thot njerëzve siç po bëni ju nuk kanë çfarë ju bëjnë, edhe realisht nuk kanë çfarë na bëjnë. Thjesht të reagojmë. Më shumë se ç'na kanë bërë. Po. Tani ato mundësi që kanë pasur për t'i bërë i kanë bërë, më shumë se kaq nuk bëjnë dot. S'kan çfarë të na bëjnë, sepse tek e fundit ne nuk po shkelim ligjin. Madje ata që po na ndëshkojnë me ligjet e tyre që pretendohet t'i zbatojnë. Pra ne po shkojmë edhe në Europë tash, kjo nuk ka të bëjë fare me Europën. Kështu që për mendimin tim është shumë i rëndësishëm modeli dhe njerëzit të presin alternativën, e cila ndjes duhet të jetë edhe guximshme. Patjetër, pra që të artikulosh publikisht shqetësime të cilat ndoshta prekin edhe pushtetarët, oligarkët dhe me radhë, kjo sigurisht kërkon edhe guxim, kërkon edhe artikulim, po kërkon edhe guxim. Pra kjo është e rëndësishme në politikë, gjykoj unë. Shumë e rëndësishme. Po, absolutisht. Ti na ke ndjekur, besoj, ke ndonjë kritik për ne, se tani ka një debat madh edhe ne me njëri tjetrin në partinë mundësia diskutojmë, mos do të jemi më pak agresiv, mos do kemi shumë se dhe ne nuk u përdorim këtë fjalor që përdore ti, po një fjalor të ngjashëm. Mua akoma s'kan trokitur të dera për të më arrestuar në fakt, po dhe mund ndodhje, nuk e përjashtoj si mundësi. Unë kam këtë ide që duhet vazhdoni, kjo është e domosdoshme, sepse nëse e lini këtë punë mes keni përdorur një dëm të madh për veten, por edhe për vendin, sepse tashmë një pjesë e mirë atyre që konsiderohen parti të reja duhet që të paktën të vendosin modelin, pra nuk jemi si të tjerët edhe nuk kemi hyrë këtu ashtu siç kanë hyrë dikur partitë e reja për të përfituar diçka. Jeni rast unik në këto 35 vite që keni edhe mandate deputeti. Pra që për mendimin tim kjo është shumë serioze. Nëse unë do jepja një këshill ose kritik për mendimin tim, unë i qëndroj kësaj teze. Pra, çfarë është e vërteta e shoqërisë sot? Në përgjithësi, pra është oligarkia, është të gjitha këto që pak a shumë i pranojnë të gjithë. Pra kur ne ndërtojmë tezat tona politike, duhet që tezat tona të jenë në përputhje me shoqërinë, me shqetësime dhe me problematikat themelore të shoqërisë, të Tiranës. Pra çfarë problematika ka Tirana? Duhen adresuar të gjitha. Pra të qenit i vërtet me veten dhe me shoqërinë. Në gjykimin tim kjo ju lartëson, sepse njerëzit e shohin dhe unë gjykoj që e konsiderojnë më të rëndësishme, ju shohin që ju e keni seriozisht këtë punë dhe po mendoni edhe për hallet e tyre, jo vetëm për hallet, po them tuaja të ndjesë. E qartë. Kemi tani ne kemi mundësinë të kemi këtu një 27 vjeçar. Unë konsideroj veten të ri, po s'jam më aq. Edhe një super i artikuluar,
Ja vlen ta dëgjosh kemi çdo detaj. Ti si e shikon situatën e para, pjesa e mirë duan t'ikin. Ti e ke menduar t'ikësh? Jo. Kur? Ti je nga ata që thua unë në Shqipëri, dua Shqipërinë, dua që të krijoj familje të bëhet Shqipëria. Shumë mirë. Është vendi jonë. Por shoqëria jote, miqtë tu, Për fat keq, ndoshta pjesa më e madhe janë larguar. Po Janë sigurisht, larguar. kjo është edhe një farë absurdi, po edhe po të shkruajtën shumë, të Përgëzimi shkruajtën njerëz të gjithë. për këtë, të shkruajtën miq, shumë, shok, të shkruajtën nga shumë. do, Nga do. Jashtë, brenda, bravo. E shikon? Jo, unë e përjetoj këtë vazhdimisht, e thon gron shumë mirë, jepi, vazhdo. Mirë, vazhdo, po unë vetëm se bëj dot Duhet të edhe gjë. mbështetje, po. Duhet edhe mbështetje. Se të gjitha që kanë shkruar ty, ata i dinin dhe ata këtë gjë, pse s'ishin me ty, ata të paktën ata që ishin aty të fshatit. Po ata pse s'ishin aty duke të shtyeshin dhe ata me këshilltarët bashkiak që donin të shifet vidhin. nga video për shembull njëri nga ata zotrinjt aty i thot këshilltarit, hajde dim jashtë. I thot një me aty, hajde ti jashtë, hajde. Nëse se kjo është një gjë shumë e rëndësishme, është shumë e rëndësishme. Mbështetja, po. Është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme, sepse ti jep kuraj. Pra ti ke nevojë vazhdimisht për kuraj, se kjo që po bëj unë është gjë e mirë, po shkon gjështet janë shumë të rëndësishme, sepse kjo që ke bërë ti të duket një gjë pa rëndësi. Po për mua unë mendoj që është një gjë jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Unë nuk e di sa herë të tjera ka ndodhur në këto 35 vjet demokraci që një qytetar i thjesht të vejë në Këshillin Bashkiak dhe të shtyhet e të shaj antarët e Këshillit Bashkiak se po vjedhin pronën e përbashkët. Sa herë ka ndodhur? Dhe ky arrestohet. Sa herë ka ndodhur? Asnjëherë. Është vërtet ky është një gjest shumë i rëndësishëm. Dhe unë realisht të përgëzoj sepse ke bërë një gjë që s'ka bërë askush tjetër para teje. Kështu që është e vërtet që për momentin ajo të duket sikur është një gjë futen në Birut 3 ditë ti nuk e di edhe kur të liruan, nuk e besoje 5 minuta para që se edhe mund të thoshin do rishtua. Apo s'e shue, mendove. Po patjetër. Po. Kupton? Edhe normale, prandaj të thash që dukesh që ishe i tronditur, sepse para gjysmore ishe atje dhe nuk e di kur do dilje dhe të vinte në mendje thoshë pritse 3 deri në 5. Ne qeshim tani, që zoti qeshim. Kupton? Po ti thoshe 3 deri në 5. Po as do të nxjerrit është avokati, mos e vri mendjen. Mirë. Po jam unë këtu. Si e ti? Kupton? Gjithë pushteti ti je në një fshat të vogël, thot, se mos kam prekur interesa të mëdha, këta janë të jashtëzakonshëm, janë të ndyrë, janë të këqinj. Këtë mendojnë qytetarët e thjeshtë, dhe fatkeqësisht dhe rrethi shoqëror deri nuk na ndihmon. Se thot, pa më ç'të duhet, lëre ç'të duhet, ty ç'merresh ti. Dekurajojnë. Ky është një problem shumë i madh. Por faleminderit që ishe tek podcasti i Partisë Mundësia. Për ne është një nder i madh që ti je këtu. Është një nder i madh që ne filluam këtë podcast me ty, sepse realisht podcasti është po e kemi ndërtuar, e kemi menduar, e kemi ideuar për një hapësirë ku flitet pikërisht për këto probleme. Dhe me qëra fjala, të erdhi njëri të thriti njëri ty gjithë ato debate televizive që bëhen. Të tha njëri, orajde na tregosh këtë historinë, çfarë po ndodhej te fshati juaj. Si ta arrestuan? Kam pasur prononcime kështu për po skaftuan njëri në studio në studio. Jo. Asnjë. Se pa njëri të arsyeshme që faktikisht më kishin shkruar që ditën e parë, po ti ishe në Burg. Isha në Burg. Pastaj nuk ju ktheva. Se dini lajmin ata që ishin shumë mesazhe. Se dini lajmin ata që ishin në Burg. Që nuk të asnjë nuk do të dinte se çfarë ndodhi. Sepse kjo fatkeqësisht zaptimi i pronave dhe çështja e pronave në fakt është një gjë skandaloze për të cilën ne duhet të vazhdojmë të flasim. Sidoqoftë, Kevi, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Dhe uroj që vazhdosh, mos dorëzohesh, se edhe ne do bëjmë të njëjtën gjë. Patjetër. Edhe një gjë tani, se problemi është zgjidhja. Por si t'ja bëjmë ne për këtë se kjo po kullota normalisht delëm atje ai dudit. Ç'a mund të bëjmë? Na thuaj ti ç'a mund të bëjmë ne tani? Nuk e di. Përveç se ligjërisht nuk e di çfarë mund të bëjmë. Në zgjedhje se do ta spakat, se në spaku ai ajo përveç se ka dhënë vendimin akoma. Ndjesë përveç se nëse mund e kap. Se ka dhënë akoma. Atëherë, mesazh të bëhet një emision investigativ që të kuptohet situata dhe pastaj të çohet në spak. Sot është shumë e thjeshtë. Mesazh për Ajdutin e kullotave të Pogradec. Ditën që ai do marrë një vendim e do japi dikujt,
ne atë do ta çojmë në SPAK. Okej. Ky është. po. Atëherë ne jemi dakord. Jeni dakord ju ta çojmë bashkë të gjithë. Të gjithë fshati Patjetër, po. do vemi të gjithë bashkë atje Atje dhe do mund të themi shkojmë i takojmë edhe të gjithë banorët, ju themi hajde të shkojmë bashkë. Hajde tani do shkojmë se nuk mund ta lëm. Dhe kë sakrifici ishte në fund ajo që ke bërë ti nuk mund të shkojë, se ky është edhe problemi i madh. Këtu ndodhin skandalet, flitet një muaj, flitet 2 ditë, 1 orë, 1 javë dhe pastaj vazhdojnë. Heshtin, nuk flasin. Për fat keq. Kështu që ta di, ai që i ka vënë syrin duhet ta kthej. Kush po e përdor tani kullotën? Po e përdorin fshatarët aty? Banorët. Po e përdorin, okay. Ditën që do i mohohet e drejta atyre për të përdorur kullotën, do vej në SPAK. Ta ketë qartë, ai mas e ndërkohë se këtu ai duhet të bëjnë karrierë, mas e është ministra ai ndërkohë. Patjetër. Kështu që Është ta ketë sigurt do qartë. ta mendoj edhe një herë ai tani mbas e Mirë të atëherë. SPAK-ut. Kevi, faleminderit. Faleminderit Faleminderit juve. Faleminderit.